Me mua sot do të jetë zoti Ferit Milani, drejtori ekzekutiv të Unionit dhe Integrimit të Komunitetit të Rom për gjithë Shqipërinë. Zoti Milani, faleminderit që jeni pjesë e emisionit Personazhe në Fokus për të treguar gjithë eksperiencën tuaj për 30 vitesh në drejtimin e Unionit të Romëve të Shqipërisë, por dhe si një sekretar i përgjithshëm që ka hequr problematikat e ndryshme për këtë komunitet. Ju jeni Ferit Milani. Si shikoni të drejtat e komunitetit të Rom sot në Shqipëri? Në radhë parë duhet të falenderoja për mundësinë që më dhat për të prononcuar për një ditë të rëndësishme siç dhe është dhe fakti të jap një intervistë në këtë ditë të sotme, është në kuadër të javës rome, është dita ndërkombëtare rome siç është 8 prilli, dhe ashtu siç e thatë, unë kam një eksperiencë të gjatë në drejtimin e Unionit të Romëve të Shqipërisë Amarodrom. Për një periudhë të gjatë kohë kam qenë sekretar i përgjithshëm i këtij unioni dhe aktualisht për 3 muaj jam drejtor ekzekutiv i këtij unioni. Për sa i përket të drejtat e këtij komuniteti janë të drejta universale për çdo njeri që duhet i gëzojë në çdo shtet brenda legjislacionit të tyre. Edhe Romët nuk duhet të jenë të përjashtuar nga ato të drejta, janë të drejta që janë të paracaktuar nga Konventja e Drejtave të Njeriut dhe ne duhet i gëzojmë së bashku këto të drejta. Por për hir të vërtetës të drejtat nganjëherë dhe nuk jepen në nivelin e duhur. Për shkak edhe të përkatësisë etnike siç janë komuniteti rom, apo edhe të kuptueshmërisë që Romët nuk i kuptojnë mirë ligjet dhe legjislacionin e vendit tonë dhe normalisht edhe të nuk dinë dhe të kërkojnë dhe të drejtat. Kështu që organizatat dhe sidomos edhe Unioni i Romëve të Shqipërisë ka bërë vazhdimisht dhe vazhdon dhe do ta bëjë në të ardhmen, sepse ka në misionin e tij mbrojtjen e të drejtave të këtij komuniteti brenda legjislacionit shqiptar. Ne do vazhdojmë pareshtur që këto të drejtat i kërkojmë në kuadër të gjithë ligjeve që ka ky shtet, sepse ne pa këto të drejta ne nuk mund të jetojmë në vendin tonë dhe nuk mund të integrohemi për të qenë të denjë dhe të barabartë brenda shoqërisë shqiptare. A është prilli si ditë e reflektimit të pjesa e komunitetit të Rom? Normalisht reflektimi i këtij komuniteti rom nuk është reflektim që jepet në mënyrën më të madhe. Reflektimi është në nivele të vogël sepse tashkë kuptueshmëria dhe reagimi i komunitetit rom nuk është në nivelin e duhur sepse nuk e kanë njohjen të thellë të ligjshmërisë dhe si të tillë